Kombëtarja shqiptare e futbollit bëri siç duhet detyrat e shtëpisë duke fituar me rezultatin 0-1 në stadiumin Duboçisa të Leskovcit përballë Serbisë. Kuqezinjtë arritën të triumfonin me golin e Rej Manajt në minutat shtesë të pjesës së parë, çka bëri që të shpërthente edhe festa kuqezinjve. Një ndeshje fantastike nga futbollistët e kombëtares shqiptare, të cilët ishin të kujdesshëm në një ndeshje mjaft delikate, lojtarë që luajtën me zemër duke lënë shpirtin në fushë dhe në fund u shpërblyen me 3 pikët ndaj rivalit të përjetshëm të Shqipërisë. Nga porta në sulm të gjithë treguan grinjë dhe cilësi, duke bërë që serbët të mos zgjenin dot rrugën e rjetës. Tomas Trakosha nga SofaScore është cilësuar si futbollisti më i mirë në fushën e lojës. Madje portieri i Shqipërisë është bërë pjesë e ekipit të javës në garën për kualifikimet në botror bashkë me hyje si Cody Gakpo apo Kylian Mbappé. Gardiani i portës, i cili tha disa herë jo golit të Serbisë, është vlerësuar me notën 8.4, më shumë se të gjithë të tjerët në fushë. Pas tij te kombëtarja shqiptare vjen golashënuesi Rej Manaj me 7.8, ndërsa i treti më i vlerësuar renditet kapiteni Berat Gjimshiti me notën 7.5. Pas tyre vjen Mitaj me 7.3, ndërsa me notën 7.2 janë vlerësuar Arlinda Jeti, Elsej Dysaj dhe Kristian Aslani, ndërkohë me notën 7 janë vlerësuar Julian Sheu, Qazim Laçi dhe Mirto Uzuni. I vetmi sipas SofaScore që nuk kaloi klasën ndaj Serbisë është Armando Broja. Lideri i sulmit është vlerësuar me notën më të ulët nga kuqezinjtë me vetëm 6.5, ndërkohë performanca e kombëtares shqiptare ndaj Serbisë është vlerësuar me notën 7.9.